familjarët e Ervis Martinajt kanë kërkuar zyrtarisht shpalljen e tij si i zhdukur. Dhe besoj kanë të drejtë, sepse ai është i zhdukur. Dhe duhet të shpallet të paktën si i tillë, me kaq sa kuptoj unë. Do të kemi në studio të themi në një gjë shumë se kaq. Tani, zonja Lala, dini jeju çfarë nën kupton kjo procedurë? Që ky njeri të quhet i zhdukur se Sergj Gjykundej. Atëherë, zotëra Rakipi, dje me një kolege po shikonin fletoren zyrtare dhe rastësisht gjetëm njoftimin ose botimin në fletoren zyrtare të asaj çfarë Mustafa Martinaj, babai i Ervis Martinaj, kishte kërkuar në gjykatën e Lezhës. Pra kishte bërë një kërkesë civile për shpalljen si të zhdukur të djalit të tij Ervis Martinaj. Ju e dini që në gusht të vitit 2022, Xhaxhai Ervis Martinaj është drejtuar policisë së Kurbinit dhe ka bërë një kallëzim penal në atë kohë se kishte humbur kontaktet me nipin e tij Ervis Martinaj. Në atë kohë Xhaxhai Ervis Martinaj, që njihet si bosi i lojrave të fatit, pretendonte që nipi i tij pra ngrinte dyshime mund të ishte rrëmbyer dhe vrarë nga persona të paidentifikuar prej tij, jepte të dhëna dhe detaje që mund ta ndihmonin aq sa mundej ai në atë kohë policinë dhe prokurorin, por nga 2022 deri më sot, pra kanë kaluar më shumë se 3 vite, për fatin e Ervis Martinajt nuk dihet asgjë. Pra pavarësisht kërkimeve, ultimatumit të kryeministrit që tha në atë kohë keni 100 ditë kohë për të hedhur dritë mbi fatin e Ervis Martinajt. Pas rënjes në dijenit këtij fakti, pra të botimit të njoftimit në fletoren zyrtare, ditën e sotme kam marrë komunikim zyrtar me gjykatën e Lezhës dhe kam arritur të komunikoj zyrtarisht me ta. Babai i Ervis Martinajt, sipas procedurave ligjore, është drejtuar në fillim të muajit shtator gjykatës me një kërkesë civile për shpalljen si të zhdukur të djalit të tij Ervis Martinaj. Çfarë nuk kupton kjo shpallje si e zhdukur? Në momentin që familjarët nuk kanë kontakt me personin, pra me familjarin e tyre për një periudhë prej 2 vitesh, ju linde drejta për shkaqe pasurore apo shkaqe të tjera, siç janë lëvizja e fëmijëve, shitja, blerja pasurive tjera me radhë, të kërkojnë shpalljen si të zhdukur dhe të kenë akses mbi pasuritë apo të drejtat e tij pronësore, trashëgimi e tjerë me radhë. Pra në këtë aspekt, Mustafa Martinaj është drejtuar gjykatës, sepse kishin kaluar më shumë se 2 vjet, pra thash jam gati 3 vjet e ca që është zhdukur pa gjurmë Ervis Martinaj, e ka paraqitur këtë kërkesë dhe me short elektronik është zgjedhur gjyqtari Delviot Llusha, i cili është duke e shqyrtuar këtë çështje. Çfarë bën gjykata? Sepse kjo është një rast i ndryshëm nga rastet e tjera, pra nuk është një proces si proceset e tjera gjyqësore, por ndryshon tërësisht. Gjyqtari bën veprimet e paraprake, sipas ligjit bën pasi mbledh të gjitha të dhënat dhe bën përgatitje, automatikisht e shpall njoftimin në tre drejtime. Në qendrën pra në bashkinë ku Ervis Martinaj ka regjistrimin, në rastin konkret në Kurbin, më pas bën shpalljen e njoftimit në fletoren zyrtare dhe në një gazet me tirazhin më të madh në vend. Dhe këto njoftime qëndrojnë 6 muaj me radhë. Për gjatë kësaj periudhe 6 mujore, nëse ndonjë person, individ, funksionar shtetëror, punonjës policie e tjerë me radhë, mund të kenë të dhëna që mund të informojnë për fatin e Ervis Martinajt, kjo i bëhet me dije gjykatës. Në momentin që për gjatë këtij afati 6 mujor nuk ka asnjë të dhënë për fatin e tij, automatikisht gjyqtari Llusha plotësohet në treshe gjykuese, pra i bashkohen dhe 2 gjyqtarë të tjerë dhe në atë kohë ndryshon tërësisht procedura. Pra, treshja e gjyqtarëve, pas kalimit të afatit 6 mujor, ju bën shkresat të gjitha institucioneve. Prokurorisë së Lezhës që është duke hetuar rastin, policisë së shtetit, prokurorisë posaçme, institucioneve të tjera ligjzbatuese, ku ashtu letër porosi në vende ku mund të mendohet që mund të ketë lëvizur Ervis Martinaj, Interpolit e tjera me radhë, dhe nëse nga të gjitha këto institucione merr përgjigje negative, pra që asnjë institucion nuk ka dijeni për fatin e tij dhe prokuroria nuk ka një përfundim lidhur me hetimet, Ervis Martinaj shpallet i zhdukur. Dhe më pas ka një procedurë tjetër, nga momenti që Martinaj shpallet i zhdukur, mund të kërkoj familja pas 4 vitesh të tjera ta shpallë të vdekur shtetasin Ervis Martinaj. Po shpallja si e vdekur dhe që është procedurë më pas edhe më e vështirë dhe më e koklavitur, nënkupton faktin që nëse Ervis Martinaj mund të shpallet të nesërmen i vdekur sipas ligjit dhe nëse më vonë del që ai jeton,
automatikisht ka problematika ligjore sa i përket ndjekjes së tij penale. Pra do të thotë që ndaj këtij shtetasi ekziston mundësia, pavarësisht krimeve që mund të ketë kryer, të mos ushtrohet ndjekje penale. Por këtu mendoj që koha do të jetë më e gjatë për shkuar deri në këtë pikë, por në momentin që ne jemi, gjykata ka bërë shpalljen sipas ligjit dhe do duhet pres 6 muaj derisa të mos ketë asnjë të dhënë apo informacion. Po unë mendoj që nuk është ky thelbi i historisë së Ervis Martinajt. Unë mendoj që do të presim tani. Po, okay. Pra, një gjyqtar është saktuar që të bëj këtë procedurë paraprake. Procedurën brenda afatit 6 mujor. Brenda afatit 6 mujor, ne do të kemi shpalljen të zhdukur të... Jo, 6 muaj pret njoftimi i afishuar. Nëse gjatë këtyre 6 muajve nuk ka asnjë të dhënë, automatikisht plotësohet treshja gjykuese dhe kalon në seancë. Në momentin që kalon në seancë, ju drejtohet të gjitha institucioneve me shkresa dhe i kërkon prokurorisë së Lezhës çfarë të dhënash ka lidhur me hetimet që po kryen për zhdukjen e Ervis Martinajt, sepse prokuroria ka qelur një hetim penal në ndyshimet për rrëmbim dhe zhdukje të Ervis Martinajt. Çka do të thotë, duhet parë hetimi, çfarë mund t'japi hetimi deri në momentin që do të kërkohet ky informacion. Kërkohet informacion nga policia e shtetit, nga prokuroria e posaçme që ka subjekt në hetim, pra Ervis Martinaj sot zyrtarisht është në akuzë zyrtare nga prokuroria e posaçme, pra nga SPAK-u. Dhe institucionet tjera ligjbatuese siç është Shërbimi Informativ Shtetëror, Interpoli e tjerë me radhë. Nëse gjitha përgjigjet që kthehen janë negative, pra askush nuk mund të thotë me siguri dhe në formë ligjore dhe me prova me fakte që Ervis Martinaj jeton, automatikisht pastaj gjykata shpall zhdukjen e këtij personi dhe pas 4 vite tjera më pas familja legjitimohet sipas ligjit. Pra në pamje të parë, kjo është një procedurë tërësisht ligjore që lidhet me të drejtat pasurore, trashëgiminë e tjera me radhë. Po hetime për Martinajn si zhdukur apo i vrarë, sa kemi deri në sot apo jo? Hetime direkte për këtë punë? Tani prokuroria e Lezhës, sepse fillimisht është qelur në Kurbin, më pas Kurbini u shkri dhe u bashkua me prokurorinë e Lezhës, dosjen e ka drejtuesi i kësaj prokurorie Arben Nika. E vetmja gjë që është bërë për gjatë këtyre 3 viteve, përveç se janë sekuestruar kamerat e sigurisë në atë kohë në vendet ku Ervis Martinaj shfaqe për herë të fundit, janë pyetur persona të cilët kanë patur dieni, janë pyetur disa nga kundërshtarët e tij. Pra kemi patur hetime thuhet. Ka hetim të qelur zyrtar për këtë gjë dhe dosja është në prokurori. Është pyetur edhe vajza që shoqëronte, është dënuar punonjës i policisë i cili ishte në shoqërinë e Ervis Martinajt dhe ai tashmë jeton lami ka dalë nga burgu, ka filluar jetën e tij në liri. Deri më tani që ne flasim, dosja ka mbetur, pra është në gjendje të fjetur. Çfarë nuk kuptoj me këtë? As nuk është pezulluar dhe as nuk është kthyer në polici për veprime të mëtejshme. Por prokuroria mund ta riaktivizojë me hetime të thelluara, nëse rrugës mund të dalin të dhëna nga hetimet prokurorisë posaçme, mund të ketë një të penduar, mund të ketë një informacion në lidhje me të dhëna që mund të identifikojnë atë, qoftë si gjallë apo qoftë si një person që mund të ketë ndruar jetë. Po fakti që Ervis Martinaj në këto 3 vite nuk ka asnjë sinjal, nuk ka asnjë lëvizje në llogari e tjera me radhë, mua më bën të dyshoj që mund të jetë rrëmbyer dhe të jetë vrarë. Dhe sigurisht, rasti i Ervis Martinajt nuk është një rast i thjeshtë për shkak të personalitetit që ai kishte në botën e krimit, për shkak të përplasjeve shumë të forta, por për shkak edhe të përplasjes shumë të fortë politike që pati me mazhorancën përpara se ai të zhdukej. Dhe këto janë fakte publike, ai ishte i përfshirë në disa konflikte, ishte njëri i lidhur me lërat e fatit, konsiderohej si prej marrit e tjera me radhë. Por sot që flasim, prokuroria ka mbetur vetëm në kuadrin e atyre pamjeve të sigurisë, sekuestrimit pamjeve të sigurisë, marrjes së dëshmive. Nuk ka asnjë të dhënë tjetër për edhe disa mesazheve që janë dërguar që mund të ketë dieni. Në informacionet që unë kam disponuar gjatë kësaj kohe, ka patur një tentativë të një personi i cili sot të mund të konsiderohet si një ndër njerëzit e rëndësishëm të krimit, i cili para 3 vitesh ka patur një tratativë për të marrë statusin si i penduar, por nuk i është dhënë, sepse ka pretenduar fillimisht që mund të kishte dieni për fatin e tij, arsyet se pse nuk është dhënë ai status, unë nuk jam në gjendje ta them. Por çështja ka mbetur në këtë pikë.